Të dashur shqiptar, kush është armiku më i madh i kombit shqiptar? Armiku më i madh i kombit shqiptar është kryeministri i Kosovës, i cili nuk ja jep as dorën kryeministrit të Shqipërisë. Kush është armiku më i madh i kombit shqiptar? Kryeministri i Shqipërisë, i cili bën marrëveshje me kryeministrin e Greqisë që shqiptarët të vetë deklarohen grek. Kush është armiku më i madh i kombit shqiptar? Është studia e etimologjisë, e cila i ka bindur shqiptarët që janë grek, pellazg. Dhe ajo ka të drejtë, shumica e shqiptarëve besojnë që emri Basanja, emri i matit, vjen nga fjala besa. Pra, armiku më i madh i Shqipërisë janë vetë shqiptarët. Shqiptarët, duke e ditur shumë mirë kush është doktori, shkojnë dhe votojnë për të, deputetët e doktorit kërcejnë valle për ditëlindjen e doktorit, për kthimin e doktorit që është një vrasës. Ai është një doktor vrasës që e dogji Shqipërinë, dhe madje Shtetet e Bashkuara po përpiqen të na bindin që është një vrasës dhe ne zgjedhim prap kryetaren e partisë opozitës. Duke ditur shumë mirë që ai është kollovar në një familje serbe, Bulatović. Pra kush janë armiqtë e Shqipërisë? Vetë shqiptarët. Ju jeni armiqtë e Shqipërisë, të kombit shqiptar. Shqiptarët shkojnë në Greqi, ndrojnë emrin, ndrojnë besimin, bëhen grek dhe votojnë në Shqipëri për partinë greke. Kryetari i Partisë së Çamërisë është futur në koalicion me Partinë e Bashkimit me Greqinë. Nuk është Partia e të Drejtave të Njerëzit, Partia greke, por quhet në greqisht Partia e Bashkimit me Greqinë. Pra, ai që kërkon të marrë Çamërinë është bërë aleat me vrasësin Xhelatin e Çamëve. Pra kush është armiku i popullit shqiptar? Kryetari i Partisë së Çamëve është armiku i popullit shqiptar. Dhe lista kështu vazhdon. Po përse pra në Shqipëri shqiptarët bëhen armiq të kombit shqiptar? Sepse shqiptarët janë një popull pa histori. Pra, të kthehemi tek fjala besa, jemi të bindur që nga fjala besa vjen fisi i lirë Basanja. Por nuk është e vërtet. Në dokumentet e Bizantit thuhet tekstualisht që Basanja do të thotë lugina e Apollos. Apollo ishte perëndia që shëronte malarjen, dhe atje ku kishte këneta, atje ku kishte zjarmi, aty ishte perëndia Apollos. Ai është perëndia më e rëndësishme për ilirët. Dhe Apollo ishte një perëndi helene. Dhe Basanja do të thotë luginë në helenisht, të dashur shqiptar. Dhe çfarë ka ndodhur? Të gjithë emrat e përgjithshëm helen janë bërë emra të përvetshëm në ilirisht. Po të mos ishin ilirët, nuk do kishte emra të përvetshëm. Aulon do të thotë ngushtic, po ashtu edhe gryk, edhe kanal në greqisht. Shqiptarët e bëjnë emri i qytetit të Aulonës Vlonës. Dyrakion do të thotë pikërisht shkëmb i keq, shkëmb i mallkuar. Shqiptarët e bëjnë emrin e qytetit Dyrakion. Lisos do të thotë shkëmb i rumbullakët, përfaqësuesi i diellit, Helios. Shqiptarët e bëjnë qytetin e Lezhës, të dashur shqiptar, ose Lisos. Dhe kështu janë të gjithë emrat e qyteteve, po më e keqja është pikërisht ajo e Basanjës, sepse do të thotë luginë e Apollos, fjalë për fjalë, vend i thellë, lugin, dhe pastaj kjo ndrohet përsëri nga shqiptarët në Emathia, ose Mati sotëm, është emri i Maqedonisë, të dashur shqiptar, e cila gjithashtu do të thotë ranishte në greqisht. Pra, shqiptarët marrin emra grek të përgjithshëm dhe i bëjnë emra të veçantë. Kjo është e gjitha që ka ndodhur, nuk ka emra shqiptar. Askund, gjëkundi, nuk ekzistojnë. Janë të gjitha emra grek të përgjithshëm
që janë bërë emra të përveçshëm. Dhe kjo është një gjë kaq e lemeritshme, sa që do ta shikoni vetë. Tani emrin e Basanjas unë kam shpjeguar në një film tjetër, por ajo që shqiptarët nuk e dinë është se të gjithë emrat e fisëve ilire janë grek, janë emra të përgjithshëm që janë bërë emra të veçantë. Pra, emri Basanja lidhet me foljen shqipe ngas, ky është zbulimi im, lidhet gjithashtu me fjalën gatha në gjuhën sanskrite. Po ashtu kjo fjalë është gjetur edhe në gjuhët lituaneze baltike. Por në helenisht, g-ja e labializuar ka dhënë bën historie edhe në gjuhët kelte. Pra basa ose basanja është varianti dorik dhe besa është varianti i atikës dhe s'ka lidhje fare me fjalën bes të shqipes. Absolutisht fare. Është pikërisht lugina e lumit të matit ose e mathja në gjuhën maqedone që do thotë ranishte. Pra edhe emri matit është maqedon, ranishte u bë emër i veçantë e mathja, por dhe basanja u bë emër i veçantë nga fjala lugin basa. Të dashur shqiptar, varianti helen i atikës është besa. Kjo fjalë nuk lidhet fare me gjuhën shqipe. Absolutisht. Lidhet me foljen ngas. Pra në qoftë se doni t'ia vëni emrin origjinal të Bathanjas ose Basanjas, ajo do t'ishte Ngasanja. Ja e gjetëm sot. E shikoni bashk, unë dhe ju. Pra armiku më i madh i Shqipërisë janë gjyshërit tanë. Sepse ata s'kuptonin helenisht, dëgjonin emra të përgjithshëm helen dhe i kthyen në emra të përveçshëm. Dhe prova përfundimtare që kam të drejtë është kjo. Ky emër është gjetur në veprën e Iliadës që kam lexuar në origjinal dhe aty besa ka kuptimin lugin e thellë, e fisit të Lokrias. Ky është dialekti 25 helen, të dashur shqiptar. Pra gjuha helene ka 25 dialekte të cilat u bën gjuhë të veçanta. Dhe vetë grekët nuk e kuptonin këtë fjalë, absolutisht fare. Ky është shkaku që grekët i quanin ilirët barbar. Pra në qoftë se ilirët vërtet kanë folur këtë gjuhë, kjo ishte një gjuhë, dialekt, helen të dashur shqiptar dhe e pa lidhur fare me gjuhën shqipe. Pra këtu është shpjegimi i kësaj fjale në fjalorin e Stefanosit të Bizantit, dhe këtu thuhet që Besa është qytet i Lokriave dhe ka kuptimin lugina e Apollos. Po ashtu edhe në Iliadë, para syve tuaj, shpjegohet në mënyrë të përsosur nga Homeri që kjo ishte qyteti helen me kuptimin lugina e Apollos. Pra vepra e Homerit është traktat etimologjik. Tani do të them një gjë shumë të rëndësishme. Po të lexoni të gjitha dokumentat e Oxfordit për Iliadën, aty thuhet edhe Homerin nganjëherë zë gjumi. A pse është ky fragment i tillë, ky interpretim? Më shumë se gjysma e veprës së Homerit është shpjegimi në helenisht i toponimeve helene në 25 dialektet helene, që nuk njiheshin deri më sot. Deri më sot njihen 12, janë 25 dhe secili dialekt kishte një alfabet të veçantë dhe vepra e Iliadës, të dashur shqiptar, është një abetare. Çdo kapitull i Iliadës fillon me shkronjën e alfabetit grek të dialektit jonik. Ky është alfabeti i sotëm grek me 24 shkronja. Dhe me 24 kapituj është poema e Iliadës dhe me 24 kapituj është dhe poema e Odises. Të dyja janë abetare, të dashur shqiptar. Ky zbulim është bërë krejt rastësisht nga një Arvanitas, i cili në vitet 1800 përkthen nga homerishtja, dialekti jonik, e përkthen në greqisht sepse grekët nuk e kuptojnë Iliadën. Dhe kur ai e përktheu Iliadën në greqisht, grekët u tërbuan dhe ndodhen demonstrata kaq të fuqishme, sa që humbën jetën shumë veta
dhe ai u detyrua ta kalonte jetën e tij në Liverpool. Në Angli, iku ky Arvanitasi, u tmerrua, donin ta hiqnin qafe grekët. Pse ai përktheu Iliadën në greqisht? Domethënë grekët e thjesht e kuptuan që ata nuk janë autorët e Iliadës, domethënë Iliada është një abetare. Dhe si ndodhi kjo ngatresë? Shkronjën në ai e mënjanoi. Ose nuk dinte ta përkthente atë kapitull, ose nuk i pëlqeu, ose nuk kishte vend për ta botuar, sepse atëherë librat ishin të shtrenjtë dhe nuk e përfshiu kapitullin me shkronjën në, dhe atëherë u kuptua që vepra e Homerit është një abetare, është vepër e shkruar, nuk është vepër autorëve, poetëve, rapsodëve, nuk është e vërtetë. Është ndërtuar në laboratorin e Aleksandrisë, në bibliotekën e Aleksandrisë në Egjipt. Aty është pikërisht instituti i muzave. Dhe është zbuluar krejt rastësisht poema e Homerit, origjinalja, shumë e vogël, quhet Mikra Iliada, Iliada e vogël, është zbuluar në disa amfora në detin e Zi. Atje ku flitet një dialekt helen shumë i ngjashëm me shqipen, dialekti pontik. Dhe aty thuhet, në këtë Mikra Iliada, poema e vogël e Iliadës, do këndoj për Dardanin, dhe jo këndo muz zemrimin e Akilit. Ky është versioni i rrumbullakosur i ndryshuar në Aleksandri. Në origjinal ishte do këndoj për Dardanin, tekstualisht. Ndërkohë që fjala Dardan në gjuhën greke do të thot ujë i trash. Do me thënë grekët nuk kuptonin dialektin jonik fare, absolutisht. Pra ata që thonë që lexojnë Iliadën në origjinal, ata janë gënjeshtar. Grekët nuk e kuptonin fare kur, asnjëherë, Iliadën në origjinal, sepse atje mungon gjithmonë trajta shquar e emrit. Një grek se kupton fare gjuhën e Homerit, absolutisht. Pra, fjala besa në traktatin homerik të përgatitur në Aleksandri do të thot lugin, lugina Apollos. Pra Homeri nuk e zë gjumi. Vepra e Homerit është traktat etimologjik dhe aty janë emëruar të gjitha qytetet, kolonit helene në Iliri. Dhe kur ndonjë ilir ndoshta protestonte përse e quanin krahinën e tij Besa, Besanja, Lugin, ati i thonin kështu është në Iliad, në origjinal. Siç u thuhet njerëzve kështu është në Bibël, kur ata kundërshtojnë ndonjë gjë, libri Bibla atëhershme e paganëve ka qenë Iliada, të dashur shqiptar, me 24 shkronja. A kuptoni apo jo? Ndërtuar sipas alfabetit grek jonik. Tani e kuptuat që njerëzit më të rrezikshëm janë studja e etimologjisë. Rilindasit shqiptar janë njerëzit më të rrezikshëm të kombit shqiptar. Udhëheqësit shqiptar janë njerëzit më të rrezikshëm të kombit shqiptar dhe ju vetë jeni rreziku më i madh i Shqipërisë. Ju shqiptarët. Domethënë shqiptarët ignorant. Ai që shikon filmat e mi dhe e kupton dritën e dijes, ai person është i shpëtuar sot. Ju shpëtuat. Unë ju shpëtova shpirtin. Nuk do shkoni në botën tjetër si idiot, por si njerëz të mençur. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim njerëz të shpëtuar nga unë.